Përshëndetje të gjithëve, se herë në podcast kam një të ftuar që shumica për ju e njihni, ajo është doktoresh Denisa Hoxha, psikiatre. Faleminderit shumë që jeni me ne. Faleminderit për ftesën, kënaqësi. Doktoresha shumë ju njohin për shkak të punës tuaj, për këshillat që ju jepni në fushën tuaj, por pak ju njohin si Denisa Hoxha. Kush jeni ju? Unë jam Denisa doktoresh, Denisa vajzë, Denisa nën, Denisa grua, në të gjitha dimensionet e mia, jam një Denis e fort, por dhe e dobët, duhet të jem e sinqert. Pra, kam disa versione të vetvetes, dhe atë që mundohem të transmetoj dhe nëpërmjet rrjetet sociale është vetvetja në fakt. Dhe në shumë intervistat e mia dhe shqiptarët e vënë re që unë nuk mbaj fasad, pra tregoj atë realitetin ashtu siç është, me anën time të fortë, por dhe me anën time të dobët, sepse ne i trembemi faktit që të tjerët të shikojnë versionin ton të dobët. Ndërsa unë kam besoj se ai versioni imi është më i forti, pika më e fortë ku ti jesh autentik, je dhe një person ku të tjerët shikojnë vetveten tek ty. Pra, nuk më pëlqen të jem një personazh, nuk më pëlqen të mos jem e vërtet, nuk më pëlqen të tregoj vetëm versionet perfekte të mijat, por të gjitha ashtu siç unë jam. Doktoresha, ju thatë pak më herë kur ne po diskutonim që jeni larguar shumë e vogël nga Shqipëria, 13 vjeç, fillimisht në Itali, më pas në Gjermani. Si e keni ruajtur kaq bukur gjuhën shqipe? Unë këto vitet e fundit në fakt lexoj vetëm libra shqip, sepse gjuhën letrare ose akademike shqiptare e humba përgjatë viteve. Jam larguar në moshën 13 vjeçare, mbasi mbarova shkollën 8 vjeçare në Shqipëri. Ika në Itali, vetëm, pra jetova për një farë kohë në konvikt dhe pa prindrit. Natyrisht gjuhën italisht nuk është se e dija shumë dhe kjo ka qenë një sfidë e madhe për mua në atë kohë. Isha e vogël, përballa me një realitet të ashpër. Unë flas për veten time shpeshherë dhe tek librat e mi. Mbasi mbarova mjekësinë, po prap u licencova në Rom, u drejtova në Gjermani. Dhe vura re, sidomos kur fillova të bëja video në rrjetet sociale, që shqipja ime ishte shumë e dobët, nuk ishte në nivelin e një doktoreshe në fakt, plus që kisha dëshirë të shkruaja libra, por emocionet e mia natyrisht flasin shqip. Dhe mungon të fjalori, dhe vazhdova në atë moment të lexoja vetëm romane dhe libra shqip. Aty e kam ripasuruar fjalorin tim, dhe më pas vazhdova të shkruaja edhe vetë libra. Sa ndihmon puna juaj si psikiatre në leximin e librave, sepse shpeshherë thon ata që lexojnë shumë kanë akoma edhe më shumë memorie të fortë në të ardhmen. Ekziston? Dikon? Nuk mund mos lexosh nëse je psikiatër, sepse duhet të lexosh versione të ndryshme të njerëzimit që të arrish vetë analizosh njerëzit. Psikiatria është shumë komplekse, jo të gjithë personat që studiojnë këtë deg arrin të analizojnë këdo. Unë mendoj se ti je psikiatër është ose thua psikiatër ku arrin dhe të psikoanalizosh është diçka e lindur, besoj ndonjëherë, pra duhet të kesh një intuit shumë të fortë. Saqë përgjatë anamnezës që i bëjmë pacientëve, ndonjëherë mbeten të shtangur, ku e dije si dole në këtë rezultat. Ose ka për shembull pacient ose persona të cilët më kontaktojnë mua personalisht dhe më thonë, doktoresh, a mund të bëj një seancë me ty vetëm që të më shpjegosh kush jam unë, të më analizosh jetën time në mënyrë që të kuptoj vetveten, ose dua të di pse reagoj në këtë mënyrë, doktoresh, ose pse i mendoj gjërat në këtë mënyrë, çfarë ka ndikuar në jetën time që sot jam ky person. Duhet lexosh shumë si psikiatër, jo vetëm librat mjekësor, por libra psikologjik, psikiatrik, etj. Sepse duhet gjithmonë të japësh pacientit një përgjigje. Dhe ta befasosh pse jo, ti thua jo, ti je kështu për këtë arsye.
A janë ndryshëm pacientët gjerman krahasuar me ato shqiptar? A janë problemet e njëjta? Ndryshojnë diku, sepse shqiptarët për shembull kanë një vështirësi të madhe, nuk dinë të shpjegojnë çfarë ndjejnë. Ne jemi një popull shumë i larguar ndaj emocioneve. Nuk i dallojmë çfarë na lëndon, ose për shembull thonë, "Shiko, unë ndjej diçka por nuk di që ta shpjegoj se çfarë është kjo." Do të jesh ti si specialist me anë të një komunikimi shumë të thjeshtë që ta çosh në një konkluzion. Dhe është karakteristike, veçanërisht tani unë nuk dua të bëj dallime të mëdha, por gjinia maskullore e kanë më të vështirë të flasin për emocionet, janë shumë të ngurtë, janë shumë të mbyllur, janë shumë të errët. Dhe duhet ti tërheqësh ato fjalët me grep, avash që të kuptosh diçka nga pacienti. Unë përdor një teknikë interesante, është ajo vizualja, që do të thotë, i çoj pacientit një imazh, i them ku i gjen vetveten në këtë imazh. Mund të jetë një imazh mistik. Dhe pozicionohet diku. Dhe vazhdon pastaj me pyetje të vogla. Pse zgjodha atë vend? Pse të duket sikur ti je pikërisht në atë pozicion? Dhe aty avash fillon të shprehet. Përndryshe, e ke shumë të vështirë të hysh në mendjen e pacientit, nëse ti nuk gjen metoda alternative për ta bërë atë që të flasi. Është e vështirë, më beso, të flasësh për emocionet, sidomos ne që jemi një popull ku jemi rritur me thënie absurde, mos qesh se do qash, mos qaj se ku dëgjoj unë thret keqen. Pra jemi një popull që vuajmë shumë emocionalisht, por që nuk kuptojmë se nga çfarë vuajmë. Është e çuditshme. A ekziston akoma stigma që po të shkosh te një psikiatër, mund të jesh i çmendur? Paktën në Shqipëri flas. Sikur është zbutur paksa, por jo mjaftueshëm. Takova dje një mikun tim të vjetër, avokat. Tash unë po më tregonte që jam shumë i stresuar në Shqipëri, po mendoj tiki, më tha mua. Tash unë, po mirë, ku do shkosh? Në Shqipëri je avokat, po ku do shkosh jashtë shtetit, çfarë do bësh? Nuk e di, mjafton që tiki nga Shqipëria, më bënte. Tash ke menduar ndonjëherë ti në psikolog? Pa kështu. Të dukem sikur jam të çmendur, avokat, domethënë njëri me një farë niveli intelektual. Tash po pse? Tash unë, ti e di tash unë çfarë është higjiena mendore? E ke dëgjuar ndonjëherë këtë term? Jo, thonë, nuk kam haberin fare. Pra ne, siç lajm trupin, siç lajm dhëmbët, siç lajm kokën, flokët, duhet lajm ndonjëherë edhe mendjen. Është higjiena mendore dhe kjo bëhet vetëm nëse ti të gjitha të stresin tënd, mbi ngarkesën tënde, e shkarkon tek një psikolog, i cili e ka profesion atë. Madje nuk është çështja vetëm të flasësh, nuk është të bësh muhabet. Terapia është të japë ty dhe një drejtim, si të menaxhosh stresin, se si ti jesh më tolerant ndaj stresit, se si ti jesh ndoshta më rezistent ndaj X situate që ty të mundon dhe duket sikur ti nuk po e menaxhon dot. Pra, shqiptarët janë afruar, por në të njëjtën kohë nuk e kuptojnë akoma rëndësinë. Mendja jon, po të bëj një metaforë të thjeshtë, është si një tenxhere me presion. E ke parasysh tenxheria me presion ka një valvul që plas avulli? Ashtu. Kur ne kemi një situatë stresante, ai presioni brenda në tenxhere është i gjithë stresi, akumulimi, ankthi, mendimet e tepërta që janë në trurin ton. Nëse kjo tenxhere do kishte një valvul, do plaste. Kush është valvula? Mund të jetë një psikolog, mund të jetë një libër i bukur që ti lexon, mund të jetë një orë meditim, ose ke dëshirë të bësh hipnozën mjekësore. Pra, në ditët e sotme ka aq shumë metoda se si ti të pastrosh emocionet e tua, saqë të vjen keq kur shikon njerëz që nuk i përdorin këto mënyra. A e mjaftueshëm? Nëse i bën rregullisht, po. Natyrisht, duhet të jesh i rregullt, konstant, dhe të mësosh të fokusohesh. Por, po të bëj një shembull tjetër, kur ty të mungon besimi tek një terapist, nuk do të ketë kurrë efekt. Të bëj një shembull. Shkon një person tek një X psikolog dhe thot, po iki për hatër të gruas, të jem rahat me këtë, mos më bezdisi më, po iki te psikologja, meqense më ka thënë. Në momentin që ti e nis në këtë mënyrë, nuk është efektive terapia.
ti kur nis diçka duhet të besosh tek ajo që do të ndihmoj. Duhet të japësh maksimumin tënd. Dhe nuk është vetëm terapisti i cili duhet bëj punën e tij, por edhe ti duhet të jesh ai që bën punën tënde për të arritur në rezultatet e duhura. Dhe e kam shpjeguar disa herë. Kur ti nis një terapi, imagjino një fëmijë të vogël që po mëson biçikletën. Dakor? Ta mëson babai, bëjmë një shembull, 1 ditë, 2 ditë, 3 ditë, 4 ditë, 5 ditë, pastaj je ti që do japësh vetëm asaj biçiklete, do hipësh kodra, do ulesh, do ndjekësh rrugë të ngushta, rrugë me trafik, etj. Pra, kush është terapisti në këtë rast? Është babai që të mëson ty se si ta mësosh biçikletën, pastaj je ti që do përballesh me vështirësitë tua në jetën tënde. Qartë, shumë e bukur. Por nga ana tjetër, kam përshtypjen që depresioni dhe ankthi që janë tashmë tek të rinjtë, të gjithë popullata kryesisht, a është e barabartë me frikën dhe këto frikëra a janë të brendshme apo të jashtme? Atëherë, depresioni dhe ankthi tek të rinjt duhet të themi është në rritje për arsye të ndryshme, është multifaktoriale, themi ne. Frikrat zakonisht janë të brendshme, por mund të jenë dhe të jashtme, që do të thotë kemi faktor ekstern dhe intern. Të ndaloj pak tek rinia. Rinia e sotme po përballet me një botë që ecën shumë shpejt. Se që ti ndonjëherë duhet vraposh për ta kapur synimin tënd. Duket sikur ky realiteti sotëm nuk na jep kohë që ne ta arrijmë me ritmin ton një synim. Duhet të vrapojmë, duhet të shkallojmë për të arritur diçka. Duhet të shmendemi për të arritur diçka. Duhet të fluturojmë ndoshta. Dhe njerëzit jetojnë, veçanërisht rinia, me këtë presion. Dakor? Rinia e sotme bombardohet nga mëngjesi deri në darkë me modele false, me modele që nuk i përkasin realitetit. Dakor? Dhe çfarë ndodh? Më bërë pyetje mbi faktorët e ankthit. Këto që sapo thash, pra kjo botë barbare, them ndonjëherë, janë faktorët e jashtëm. Pra ti ndëron ndoshta diçka që s'është ajo që ti vetë dëshiron, por sepse të tjerët mendojnë që ajo është gjëja më optimale që ti duhet arrish. Faktorët e jashtëm, të brendshëm, pastaj janë, mund të themi, mënyra se si ti e shikon botën. Mund të marrim një shembull, ka persona që kanë tendencë të mendojnë negativisht, të jenë pesimist. Ka persona që kanë tendencë të mbimendojnë mbi diçka. Dhe ky është një faktor i brendshëm. Dhe duhet kuptuar arsyeja pse ti si individ ke këtë mënyrë të parit jetën, të parit botën. Çfarë ta ka shkaktuar? E lidhim shpeshherë me fëmijërinë, këtë mënyrë të menduari. Është, mund të themi, komplekse, por në ditën kohë dhe e trajtueshme. Kjo është, sepse pastaj shikoj njerëz që thonë, nuk dëshirojmë kurrë, nuk do më kaloj kurrë, unë jam njeri që prekem nga gjithçka. Do të thënë, shikon dhe këtë humbjen e shpresës te këta njerëz, dhe unë ja them gjithmonë, çdo person që punon me veten e tij, me emocionet e tij, ka gjasa dhe shumë mundësi që të ndryshoj bot kuptimin e tij. Pra ta shikoj në një mënyrë më të shëndetshme dhe jo kaq patologjike sa që kemi tashmë këtë tendencë në ditët e sotme. A ka njerëz që janë imun nga ankthi dhe depresioni? Nuk e besoj. Ka njerëz që e fshehin mirë ndoshta. Por gati të gjithë njerëzit kanë momente krize emocionale, blokada emocionale, kanë vështirësitë e tyre. Nuk besoj, se tani fjala ankth dhe depresion nuk po flasim për çrregullime, por nëse flasim për një gjendje fiziologjike ku ti bie emocionalisht, që s'është ankth dhe depresion, nuk është çrregullim, të gjithë kanë momente të dobta, pa diskutim. Kushdo që ti shikon përdall e ka, i kanë patur dhe prindrit tanë, pavarësisht se ne na duken sigur kanë qenë personat më të fortë në botë. Të gjithë e kanë atë moment dobësie ku thon çfarë po ndodh me mua. Të gjithë e kanë.
Pastaj rruga e duhur është ajo që se si ne menaxhojmë veten tonë për të fshehur emocionet, për mos i bërë të dukshme, po kjo na bën mirë ne apo na bën mirë tek sytë e njerëzve. Na bën dëm. Na bën shumë dëm. Dhe prandaj të thash në fillim, kur fola për veten time, bëra një pyetje, kush është Denisa, dhe thash unë ndonjëherë, po jam krenare që flas edhe për dobësitë e mia, jo vetëm për atë pjesën time të fortë. Sepse fasada i lodh njerëzit. Ne tani kërkojmë njerëz të cilët janë autentik. Dhe kur ti tregosh gjithmonë i fort, më besoj që leqa askush nuk ta beson në ditët e sotme, por bëhesh paksa jo i vërtet. Pra, ne jetojmë në një periudhë ku kemi nevojë të gjejmë vetveten tek njëri tjetri. Dhe ti nuk e ke idenë se sa ndihmëse është kur një person i panjohur bën një bisedë me ty dhe thot, e di që kam kaluar dhe unë një periudhë anksi. Të ndizet llampa në mendjen tënde dhe thua, edhe unë. Pra, ti habitesh kur takon dikë që po të thotë vërtetën. Po të flet për një dobësi të tij. Dhe natyrisht që me një person të tillë ti lidhesh më tepër emocionalisht. Natyrisht ti thua, ja vlejti të kisha një bisedë me të, unë ndjeva mirë. Sepse ne kemi nevojë të jemi të kuptuar, të dëgjuar, të mos ndihemi vetëm në atë vuajtjen tonë, të mos na duket sikur vetëm unë kam këtë shqetësim dhe askush tjetër. Është një mashtrim i madh. Të gjithë personat kanë momentet e tyre të dobësisë. Fakti që shumica e të rinjve, por jo vetëm, ndjekin trend për të pasur dhe për të qenë një bloger ndoshta i suksesshëm, trend për t'u larguar nga vendi sepse një ka bërë dhe komshiu, trend për të pasur një punë më të mirë sepse një miku im i bankës dikur ka një punë më të mirë. Kjo tendenca për ndjekur këto trendet a na mbyll akoma më shumë në vetvete dhe na krijon një rreth vicioz? Po, sepse na çon në konfuzion. Rinia e sotme ka shumë mundësi dhe të ke shumë mundësi të çon në një farë konfuzioni. Dhe ka një dizavantazh të madh brezi i ri. Unë e vëre tek djalim, është 14 vjeç tani. Ky brez aktual ka lindur fatkeqësisht në një epokë ku paralelisht ekzistojnë dy jetë. Pra, ajo virtuale dhe ajo reale. Nëse brezi im, unë jam gati tek të 40-tat, kanë jetuar dhe një jetë pa internet, pa virtualitet, jetën reale. Këta nuk e din çfarë do të thotë të kesh një jetë pa internet. Çfarë do të thotë të kesh një jetë pa krahasim, pa kompetencë, pa bombardim mendor. Dhe unë po mendoj dhe po bindem me kohën që ky rini ka nevojë për leksione në shkollë që të kuptojnë çfarë do të thotë të jetosh 100% atë gjën e prekshme, pra, tjetrin. Të qëndrosh në natyrë duke prekur lulet, duke parë pemën, duke parë liqenin. Ky rini është distancuar jashtëzakonisht shumë ndaj realitetit. Dhe për të përgjigjur pyetjes tënde, ndërrojnë të bëhen blogera, ndërrojnë të bëhen, ku dëgjon, si filani, fisteku, sepse nuk janë tashmë autentik. Nuk din as ata vetë çfarë do të zgjedh. Këtë sepse i duket botës bukur apo këtë sepse mendoj unë që është me ambienti ku unë mund të rritem. A ka një lidhje mes depresionit, ankthit, stresit me jetëgjatësinë, sepse unë para disa ditësh ndoqja një kronikë televizive që fliste për një fshat në Finiq, ku nga 100 banorë që kishte fshati, 25 prej tyre ishin mbi 90 vjeç. Sepse natyrisht që të jetosh me natyrën çton edhe jetën. Pra ka një ndje sepse nuk e përfundova. A ka një dallim mes zonave rurale dhe atyre urbane, pra duke shkuar akoma shumë në qendër, stresi, pasiguria, ankthi është më i madh? Ka shumë, luan një rol shumë të rëndësishëm. Unë nuk duaj që të ndez alarmin, por tek çdo sëmundje fizike që ti lexon, tek faktorët e rrezikut, stresi është tek të parët. Stresi ul imunitetin. Stresi të çon drejt depresionit, drejt ankthit. Stresi të smursh mund të shkaktoj sëmundje kardiovaskulare. Prandaj të gjithë vuajmë me stres, por shumë pak flasim mbi të. Shumë pak lexojmë mbi stresin.
shumë pak e menaxhojmë dhe shiko, stresi se tani është kthyer si në një term i përditshëm që nuk po na bën më efekt. Ekziston stresi pozitiv dhe stresi negativ. Pra, eustres, që është stresi pozitiv, dhe stresi negativ distres, i thonë. Që do të thotë, të bëjmë shembullin e një vajze që ka një provim. Nëse nuk do kishte stres, nuk do rritej disponimi, pra performanca, sepse ne stresi na shtyn, pra kam provim, duhet mësoj. Ky është stresi pozitiv. Stresi negativ, distres, është ai që ne na konsumon shpirtërisht avash avash, na kryen avash avash, që imagjino pak si e molla kalbur, në të njëjtën formë është mendja jonë. Pikërisht vetëm nga ky presion shkon në burnout sindrom që flitet tani jashtëzakonisht shumë. Të digjë truri nga bingarkesa që ti ke. Dhe pyetja e fundit, doktoresha, e ardhmja, a na shkakton frikë dhe ankth? Tek të rinjt, tek të gjithë, po, shumë, pa diskutim, por nga ana tjetër besoj se me anë të gjithë këtij informacioni që njerëzit po përfitojnë, po i afrohen më tepër shëndetit dhe mendor, pse jo. Mos harrojmë asnjëherë që shëndeti mendor është po aq i rëndësishëm sa i fizik. Nëse kemi një mendje të shëndetshme, kemi dhe forcë për të përballuar dhe frikrat e të ardhmes, pasiguritë e të ardhmes. Ajo që mua më jep shpresë në ditët e sotme është që rinia po reagon ndryshe. Rinia është më e hapur. Rinia është ajo që ka një potencial të jashtëzakonshëm dhe unë nuk jam dakord me shumë prindër që thonë ky brez kush e di, nuk do ndrisi asgjë. Se ke dëgjuar ndonjëherë prindër që thonë shprehje të tilla. Unë nuk jam absolutisht dakord. Unë besoj se ky brez, kjo rini është thesari që ne kemi në dorë dhe nëse ne e pasurojmë me dije, me të vërteta, me forcë, besoj se ky brez do jetë ai që do na tregojë ne se janë më të mirë se ne, siç ne mund ta them me bindje jemi më të mirë se prindrit tanë që më të mirë se gjyshrit tanë. Pra, asnjëherë nuk duhet të humbim shpresën si prindër, por jo vetëm, si të rinj, që e ardhmja është e pasigurt. E ardhmja do jetë fantastike, mbi të gjitha shpresë plot për këtë rini që tregon shumë dhe jep shumë. Faleminderit shumë doktoresha Gjeshi. Faleminderit juve.